Po, ne kemi pranuar ankesa, disa ankesa për familjarëve. Ankesat shkojnë në dy drejtime. Një palë ankesa shkojnë për motretimin e duhur të atyre të ndaluarve dhe ka qenë një familjar i cili ka kërkuar që ne të reagojmë për faktin që jenë bërë publik emrat dhe fotografit e të ndaluarve, pa filluar ende procesi, dhe ne e kemi vlerësuar që ky dytje shumë e rëndë se e pari, do të bërë publike e emra të ndaluarve me listë plus edhe fotografit, kjo është shkelje e rëndë, e ligjit dhe shkelje e rëndë e të drejtës së ligjit për faktin që e shkelje e rëndë gjykon prezumimin pavajsisë, do të përderisa ju e bëni publike emrat e fotografit në një mënyrë e dirigjoni një farë linçimi publik ndaj atyre të ndaluarve dhe u bëni një gjyq publik ende pa filluar hetive dhe ende pa përfunduar hetimet. Kjo është një rast tepër e rëndë dhe këtë është dashur thjesht të orientohet e tërë kritika familjarëve, këtë është dashur të orientohet edhe ndoshta hetimi eventual që do duhet ta bënte Inspektorati Policor i Kosovës, si kanë rrjedhur ato informata dhe si është e mundur që brenda ditës kur ata janë ndaluar të dalin 109 emra me fotografi në disa portale, që kjo është skandal i llojit vet dhe kjo është krejtë palejueshme. Në anën tjetër, ku flitet për keqtrajtim, ne si Qeveria e themi me përgjegjësi që personat që ndalohen, që dërgohen në qendër ndalime, se duhet ta keni parasysh që qendra ndalimit nuk ka përgjegjësi as e Ministrisë së Drejtësisë, as e Shërbimit të Korrekturës, por përgjegjësi e Policisë Kosovës edhe Ministrisë Punëve të Brendshme. Aty nuk kanë kapacitet as të qendër në Kosovë me menaxhuar një numër as të madh të ndaluar. Zakonisht qendrat e ndalimit janë në përstacione policore ku janë prej 5 deri 10 vende s'ka më tepër, dhe ndalimi i numrit as të madh të personave 109 veta ka krijuar probleme të mëdha logjistike, sepse aty kemi të bëjmë edhe me afate kohore, do të me ndalimin gjatë maksimumi 48 orë. Ju brenda 48 orë do të sistemoni ata 109 persona, do të çoni pas gjykate, do të merren në pyetje, ka qenë problem bukur i madh logjistik dhe ka qenë një problem me të cilin në Kosovë për herë të parë ballafaqur me ndalimin numri aq të madh të personave. Ndërkaq, në anën tjetër, jam i bindur edhe këto e them me përgjegjësi, nuk ka raste që një polic i Policisë Kosovës apo një oficer në qendrën e paburgimit sillet keq në aspektin e trajtimit apo keqtrajtimit fizik të një të ndaluar të burgosit. Ato përjashton nuk ka asnjë raste. Nuk ka asnjë raste, ndërkaq ajo pse janë vonuar transport, pse ka qenë ngushtë, ajo thash këto janë probleme të natyrës krejtësisht logjistike. Është e pamundur ju të rahatoni 109 persona brenda një afati të shkurtër dhe ne si Qeveria e thjeshtë për ne kjo nuk është diçka e papritur. Çdo i ndaluar puna parë ai njihet me të drejtat që i takojnë. Është rregull që të gjithë janë të njoftuar dhe pastaj ju e pat që u krijuar një farë paqarësie, një farë paniku, çka të bëjmë me këta 109 persona. Tash u dash më angazhuar Shërbimi i Korrekturës i Kosovës për sistemimin e këtyre të ndaluar, edhe pse nuk është kjo kompetencë e Shërbimit të Korrekturës. Kjo është kompetencë ekskluzivisht e Policisë edhe Ministrisë Punëve të Brendshme. Shërbimi i Korrekturës është jashtë lojë, mirë për situatës për shkak të gjendjes të jashtëzakonshme, u dash ata me hyrë lojë, edhe femrat i dërguan Lipjan dhe i shpërndanë për që nuk e besoj që ka pas ndonjë keqtrajtim të natyrës fizike, absolutisht e përjashtoj çdo mundësi. Tash e kemi një ankesë, një femër ja kanë shtrënguar pak llapat pak më tepër, ajo ndodh, po do ta keni parasysh që ndrrimi i ambientit pe lirisë në jo liri shkakton procese edhe psikologjike, shkakton strese, kështu që kemi një rast kur një e re thjesht e ka përjetuar një sulm, ta quaj ankthja që ka po dione, po kjo ajo tek e fundit
nuk është përgjësi e atyre të cilët e ka ndaluar, se atë e ndaluar me vendim prokuror të gjykatës. Po nuk do të policia tash të kthyehet me lupën e zezë, sepse realisht nuk ka pas tentative. Tentative më e madhe, edhe dome më e madhe që bo, edhe të ndaluarve, edhe familjarëve, është bërë publike emrat e tyre, fotografia e tyre, sepse është krijuar një ambient për lincimin e tyre, edhe janë liquar familjarët e tyre. Kjo është dome më e madhe. E këtu inspektorati policor i Kosovës do të urgjentisht të bëhetive, e kuadër të kësaj, ndoshta mund të hetoj edhe nëse eventualisht ka pasur ndonjë tejkalim të autorizimit zyrtare edhe gjatë ndalimit. Po ne e themi që me gjatë në një situatë të jashtëzakonshme, policia nuk ka mund të veprojë në mënyrë më efikase dhe mendoj që në kuadër të kësaj situate ta quaj edhe kritike, procesi është menaxhuar bukur mirë.